Live from Tirana në Top Albania Radio. Live from Tirana, unë jam Ronaldo Sharka dhe do t'jemi ende në transmetim deri në orën 12:00 për një temë tjetër shumë interesante në këtë moment. Ne kujdesemi shumë për makinat tona, për celularin ton, shkojmë të alarmuar tek servisi më i afërt ose tek ato që kemi besim për të kujdesur për makinën apo telefonin, siç e thash, pajisjet tona elektronike. Por duhet të kujdesemi, është shumë e rëndësishme edhe për motorin tonë, në kuptim metaforik ose jo, për çfarë ne konsumojmë. Në bazë të atyre që ne konsumojmë, marrim vitaminat e duhura, proteinat e duhura, vlerat ushqyese të duhura për të pasur imunitet të fortë. Por me ardhjen e verës dhe me këtë motin kaq afrikan, saqë Bashkimi Evropian kishte ngritur alarmin për temperaturat e nxehta në Evropën, në një pjesë të mirë të Europës, trupit tonë bie imuniteti. Për diskutuar për një imunitet më të fortë gjatë verës, pra jo vetëm ujë, jo vetëm shalqi, dy gjëra që ne i dim se janë produkte që na hidratojnë, por për një gamë më të gjerë të menus ton verore. Për diskutuar për këtë kam Atina Çobo në studio, mirë se vjen e dashur, nutricioniste. Përshëndetje. Si ishte ky ndikimi direkt i ardhjes së këtij të nxehti? Është pak. Po e shiam brëm për shumë në darkë, nuk po flia dot, ishte vap. Ai vërtet. Po ja organin do nisi vapa më një herë. Në familjen tonë ishte kjo periudhë që ne gjatë gjithë dimrit e kaluam pa viroza, pa sëmur asnjëherë. Këto 2 javë ne ishim si shtëpi. Direkt atë, edhe direkt. Uli imuniteti. Çfarë ndos trupit në reakcion biologjik një herë kur temperaturat ndryshojnë? Prilli ishte pothuajse kishim gjithë Shqipërinë në plazh gjatë fundjavë. Maj ishte i çuditshëm me shumë shi, nuk kishte ftohtë, por kishte goxha shi. Tani nga fundi i majit ndodhi ky bumi, vjen direkt i nxehtë. Çfarë ndos trupit kur ka luhatje të shpeshta në distancë kaq të shkurtër kohore të temperaturave dhe të kushteve atmosferike? Imuniteti. Në kushte normale, ne gjithmonë në pranverë që është, po them, ajo rritja graduale e temperaturave, të gjithë njerëzit fillojnë ankohen që ndihemi më të plogësh, na bie pak imuniteti, themi atë ndrimi i gjakut, por në momentin kur këto temperaturat vinë dhe pësojnë këto ndryshime, këto luhatje të menjëhershme, normalisht imuniteti është i pari që preket. Po, sepse kur është shumë nxehtë jashtë, normalisht gjithë si thua fiziologjia e trupit kryesore shkon drejt ruajtjes së temperaturës, sepse trupi nuk mund ta lejojë që të rritet së tepërmi temperatura e brendshme trupore. Mekanizmi mbrojtjes. Mekanizmi mbrojtjes, po. Dhe kjo është arsyeja pse në verë ne djersim më shumë, ndihemi më të plogësht kur konsumojmë vakte të rënda, sepse trupi nuk ka më fokus që të krijojë energji për të ruajtur dhjamin ose për të rritur muskujt, po them, por përgjithsisht shumica e energjisë që prodhohet gjatë ditës shkon për lëkurën, pikërisht për këtë që quhet termorregullim, pra ruajtja e temperaturës trupore. Nëse mund ta krahasojmë thjesht që lëkura, si thua, merr temperaturën e organeve të brendshme dhe duhet është përgjegjëse për ta nxjerrë jashtë gjithë temperaturën më të lartë të trupit, për ta ulur disa gradë, stimulohen gjëndrat e djersës për të nxjerrë, domethënë, edhe për ta evoluar. Edhe ne djersim më shumë në verë. Po. Kjo është arsyeja, kështu që ne tani në verë duhet të kemi shumë kujdes që zakonet që ne bëjmë gjatë ditës, qoftë të stilit të jetës apo dhe të ushqyerjes, të jenë sa më shumë në dobi të lehtësimit të këtij procesi. Pra, duke qenë se ne nuk kemi më këto stinët e ndërmjetme që trupi përshtatet gradualisht për ta bërë këtë proces, tani vjen me një herë i nxehti dhe ne mund të vuajmë më shumë pasoja. Domethënë e para që janë këto virozat që mund të vinë si pasojë e prishjes së kësaj balance të njëhershme. Dhe e dyta që ne ndoshta vazhdojmë ushqehemi si në dimër. Pra, mund të ham shumë proteina, mund të ham shumë fibra, ndërkohë që tani duhet gradualisht që ushqyerja jon të shkojë drejt ushqimeve që janë pak më të lehta. Në stilin likuide. Po, likuide me më pak kalori, nuk duhet të kemi më shumë yndyrna në dietën tonë, pra në gjalpi, mishi kuq, shingji. Eksakt. Ose do vuajmë pasojat pastaj. Nuk duhet të kemi shumë fibra në dietën tonë, pra trupi t'i tres sa më lehtë ushqimet, jo të qëndrojë shumë gjatë i ngopur, sepse kur ne konsumojmë një vakt shumë të rëndë, pra nëse ne po them kot në drek vazhdojmë konsumojmë një pjatë fasule me mish, po e zë si shembull, me një tavë me perime. Supozimisht, pra kemi një ngarkesë të madhe të yndyrnave, të proteinave. Ne do ndjejmë pa diskutim menjëherë pas konsumimit të ushqimit një përgjumje të lehtë, një rëndes, një
mungesë dëshire për të kryer aktivitete të tjera, sepse gjithë, si të thuash, energjia e trupit tonë do shkojë drejt tretjes. Në mënyrë që ky ushqim kaq i rënd. Ndaj edhe na vjen ai gjumi direkt, që themi s'po bëj asgjë, po kthem nga ana tjetër. Vërtet ndodh gjatë dimrit, por në këtë periudhë kur temperaturat rriten goxha është shumë e vështirë, domethënë, për ta tretur një ushqim të rënd nga ana kalorike. Okej, ka qishte sa për nxemje, vetëm pas pak, një herë pas një bloku të shkurtër reklamash, dua të diskutojmë pak teknikat tona të gabuara se ajo që bëjmë gjatë verës, jo në mëngjes, bëjmë dushin, hipim në makinë direkt ndezim me kondicionerin, që besoj do të jetë një gabim fatal ky, direkt në minus, sado që vapësh jashtë, kondicioner ndezur në shtëpi, kondicioner ndezur në punë, pi ujë shumë të ftohtë me akull, pra do më tregosh pak gabimet që bëjmë në këtë rutinën tonë si shqiptar, ose ndoshta një pjesë e mirë e botës i bën, dhe në produkte fikse pastaj, çfarë është shumë e rëndësishme për të konsumuar gjatë verës, shalqinin dhe pieprin e dim, se kanë shumë ujë, por thashë do të pasurojmë pak gamën tonë. Shkojmë në reklama. Nutricioniste vazhdon të jetë me ne në program, është koha të më rendisësh ato që unë thash, pra gabimet që ne bëjmë duke menduar që bëjmë mirë trupit, por dhe duke menduar pak për atë kënaqësinë e momentit, kur vapa jashtë është 40 ose plus 40, direkt përdoren të taktikat e shpejta, jo ujë me akull, jo kondicioneri shkon në minus, qoftë në shtëpi, qoftë në zyrë, apo qoftë në makinë. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjmë gjatë verës matina për shkak të nxehtit ekstrem, duke u freskuar apo duke menduar që po i bëjmë mirë trupit? Në përgjithësi, ftohja e shpejtë e trupit nuk është as pak e mirë, madje është e rrezikshme për disa njerëz. Çfarë ndodh kur ne djersim shumë ose kur është shumë nxehtë jashtë dhe ne ndodhemi jashtë, po them, të gjitha enet e gjakut në lëkurën tonë fillojnë dhe zgjerohen. Pra quhet vazodilatacion dhe kjo është një formë për të larguar nxehtësinë e tepërt nga trupi. E njëjta gjë ndodh pak a shumë edhe me organet e brendshme, pra po them edhe me traktin tretës, dhe nëse ne kemi shumë vap dhe pim menjëherë një shishe me ujë që është shumë i ftohtë. Po flasim ku diun 4 gradë, 5 gradë, 10 gradë maksimumi, çfarë do ndodh me enet e gjakut, ato fillojnë që të ngushtohen menjëherë, sepse i ftohti ndikon ngushtimin e tyre të menjëhershëm. Dhe kjo nuk e din nëse ju ka ndodhur, por është një gjë që ndodh shpesh, pasi ti pi një gotë me ujë shumë të ftohtë, ndjen menjëherë një lloj ngërçi. Ka një ngërç. Në gryk, në stomak, në diafragëm, disa njerëzve mund t'ju ndodh lemza menjëherë pasi pinë, po them një birë të ftohtë apo një pije të ftohtë, pikërisht sepse enet e gjakut që ishin, si të thuash, të zgjeruara, si pasojë e temperaturës shumë të lartë ambientale, tani fillojnë të ngushtohen. Por këto spazmat ndonjëherë janë të rrezikshme për disa njerëz, pra për njerëz që vuajnë nga tensioni, ose për njerëz me probleme me veshkat, kështu që duhet kemi kujdes. Temperatura e ujit që pim, lëngjeve që pim, duhet jetë sa më pranë temperaturës trupore normalisht. Pra, që do të thotë? Supozojmë që të jetë paktën në temperaturën 20-24 është e vështirë, por por të paktën mos jetë shumë e ftohtë. Ose të jetë ekstremisht e ftohtë, të jetë i freskët, të jetë i freskët. Eksakt. Kondicioneri besoj do të jetë shumë i dëmshëm kur e përdorim shumë, por edhe me temperatura e kondicionerit normalisht duhet të jetë 24 gradë. Nëse qëndrojmë në këtë temperaturë, po prapë është shumë e lehtë për trupin për të përshtatur. Nëse është 20-18, si të thuash, ne favorizojmë këtë edhe këtë shokun termik. Pra siç mund të ndodhë edhe në lëkurë, mund të ndodhë në enet e gjakut të sipërfaqes së kafkës, kështu që nuk na ndihmon. Kur ne futemi menjëherë në një ambient shumë ftohtë, mund të përjetojmë dhimbje koke, nëse po them na ndodh në një pjesë të caktuar të trupit, mund të kemi dhimbje, ngërçe muskulare, kështu që nuk është mirë. Pra gjithmonë të jemi freskët, të pim gjëra të freskëta dhe të konsumojmë ushqime të freskëta. Po prap, akulloria shumë e ftohtë, të gjitha këto ushqime që janë tepër të ftohta mund të ndikojnë negativisht në këtë proces që unë ju shpjegova. Cilat janë ushqimet që ju i keni me yll, të vendosura me yll gjatë verës, që janë edhe të preferuara, por edhe të domosdoshme për të pasur imunitet të fortë gjatë verës? Në përgjithësi, domethënë ne sugjerojmë që ushqyera jo në verë të jetë sa më e lehtë, në sensin që proteinat, zgjedhin proteinat që janë më të lehta. Po them, mishin e pulës, peshku, ideal, dhe mishrat që janë pak më të rëndë, qoftë nga ana kalorike, që kanë dhe yndyrna në përbërje, siç është mishi i viçit, i qingjit, por dhe nga ana strukturore, sa më të lehta të jenë,
aq më shpejt do t'i tres trupi, sepse ne flasim për kaloritë e ushqimeve, që do të thotë sa kalori trupi ynë përfiton nga konsumimi i një ushqimi të caktuar. Por ushqimet kanë dhe efektin termik të tyre, që do të thotë për të tretur trupi ynë një ushqim, sa kalori djeg në vetvete. Dhe kjo gjë është më e lartë për proteinat, prandaj gjithmonë kur flasim për dietat e dobësimit themi shtojmë proteinat në dietë sepse trupi harxhon vetë kalori për të tretur këto proteina, më pak kalori harxhon trupi për të tretur karbohidrate dhe akoma më pak për yndyrnat. Kështu që nëse ne kemi proteina shumë të rënda në dietën tonë, trupi do ketë vështirësi për t'i tretur. Nga ana e yndyrnave sigurisht jo se duhet e heqim dorë, por me sasi më të vogël. Gjalpi, arrorët, në dimër ishin shumë të mirë, arat, frutat e thata, tani në verë duhet i kufizojmë pak ose të mos jenë në sasi shumë të madhe, sepse po prap janë më të vështira për tu tretur. Por çka tek të njomat, tek frutat e njoma, nga të thata tek të njomat. Tek të njomat dhe sa i takon yndyrnave të qëndrojmë tek vaj ullirit, tek këto yndyrnat që janë, po them pak më të lehta, avokado, jo vaj kokosit, është më i vështirë për tu asimiluar në verë. Ndërsa sa i takon pjesës së karbohidrateve, ato mund të jenë të gjitha prezente në dietën tonë, pra dhe orizi dhe makaronat, legumet, fasulet, bishtajat, po them të gjitha, por në sasi më të kufizuar, po them këto që janë ato të dimrit që kanë më shumë kalori. Ne themi që tani në verë është ideale dieta mesdhetare, pavarësisht se në rajonin ton ne dietën mesdhetare përpiqemi ta zbatojmë gjatë gjithë vitit, sidomos në verë, me sa më shumë perime, sallatra, frutat që duhet të jenë patjetër të paktën 2 porcione në ditë prezente në dietën ton, proteinat e lehta, siç u thash, peshku, veza, pula dhe kujdes me yndyrnat që janë shumë të saturuar ose që janë të vështira për të tretur, me kufizim do kemi patjetër këto frutat e thata. Pra me ardhen e verës si vetëm duhet të ndërrojmë garderobën, por duhet të ndërrojmë edhe qasjen ndaj atyre produkteve që ne do të konsumojmë. Sigurisht të detyron edhe pak stina, pra ka disa gjëra që ne i gjejmë vetëm në verë, felebie, bamjet, ku diun gjëra të kësaj natyre, sallata. Domatja supozohet që është tani, domethënë, për shembull, unë gjatë verës mund të ha sallatë domate në drekë, në darkë, pas dite nuk e kam problem. Nuk besoj që është e dëmshme. Jo. Edhe frutat që janë tani të stilës, domethënë ne flasim ose më saktë asociojmë hidratimin e mirë me shalqiun, me pieprin, sepse këto janë frutat e verës faktikisht. Por që hidratim shumë të mirë. Ne mund të marrim edhe nga të gjitha llojet e perimeve. Por duhet të orientohemi më shumë tek ato që kanë më shumë po them ujë dhe elektrolit në përbërje të tyre. Po flasim për kastravecin, speci është gjithashtu shumë i mirë, edhe panxhari, pse jo, të gjitha perimet që kishim dhe në dimër, brokoli, lakra, por këto në sasi më të pakta. Pra më shumë duhet të orientohemi tek ato që kanë më shumë ujë në përbërje të tyre. Edhe sallata jeshile, lakrat të gjitha mund të jenë domethënë prezente në dietën tonë, dhe gjithmonë, nëse në dimër themi 1/4 e pjatës të jetë me perime ose me sallat, tani duhet të jetë gjysma e pjatës tonë me to, sepse përveç se ujit, ne marrim dhe elektrolit. Janë ato kriprat minerale që janë shumë të rëndësishme për të pasur imunitet. Sidomos tani. Elektrolite pra janë ato që se ndoshta se kuptojnë ndonjëherë kur të bie imuniteti, farmacisti të jep një tabletë vodskël, por mund ta gjeni edhe në këto ushqimet që mati në përmendje. Shalqini është një produkt, disa i thon pjepër, disa po çon si ka është temë tjetër kjo, është një produkt vendas jon, jo, e shumë i dashur, shumë i preferuar që gjendet edhe shumë lirë. Ndoshta mund të jetë pak i shtrenjtë në fillim, po. Ja të verës i gjen kudo, shumë lirë. Njerëzit kanë shumë raqe lidhur mbi sheqerin, se do ka pjesë më të madhe të përbërjes në strukturën e tij, ka ujë që të ndihmon shumë në hidratim gjatë verës, po kanë dhe merakun e shëndoshjes. Shëndoshjes, se kanë pasur gjithmonë problem kur them shëdhe së bashk. Të dëmton ky të shëndosh ky sheqeri i shalqinit? Shikoj, në përgjithësi frutat, jo, absolutisht. Domethënë, frutat duhet të jenë prezente në dietën tonë. Thjesht duhet kemi kujdes me sasinë. Për shembull, shumë njerëz tani se shalqiri nuk menaxhohet dot, se i futesh aty dhe posa mbarove atë kokrën. Se edhe të freskon. Ashtu është, dhe po ta kombinosh për shembull me djathë, se un kam shumë pacientë që më thonë, në verë nuk dua vakt, dua vetëm shalqi dhe djathë. Është, po ta mendosh, kombinimi ideal, sepse djathi na jep disa proteina, por na jep edhe shumë kripra. Kombinuar me hidratimin, kjo është një vakt që do ta sugjeroja, një sallatë shumë e mirë. Kam parë shumë receta virale në TikTok që bën kështu shalqi, djathë, pak borzilok, pak pesto, del shumë interesante. Është shumë e mirë dhe shumë e shëndetshme, po ta shohësh nga ana e nutrientëve.
Si duhet të mbajmë syt në alert për produktet e detit, Martina? Domethënë ti si nutricioniste besoj që ulesh në një restorant dhe kupton çfarë nuk shkon aty, qoftë nga aromat, qoftë nga pamja. Si është një produkt i mirë, se janë shumë të rëndësishme edhe këto, se kemi dëgjuar plot raste helmimi apo të kësaj natyre. Një temë tjetër e verës, domethënë është ruajtja e ushqimeve, sepse është një temperaturë 20 deri në 40 gradë që normalisht dhe në dimër dhe në verë favorizohet rritja e baktereve. Në përgjithësi të gjitha ushqimet, sidomos ato që janë të papërpunuara, pra mishi, veza, djathi, peshku, ndaj prishin shpejt. Kanë më shumë baktere natyrshëm dhe në qoftë se i nështrojnë një temperaturë 20-40 dhe lihen në këtë temperaturë, ne favorizojmë që këto baktere të shtohen. Pra është fiziologjia natyrale e mikrobiologjisë. Kështu që në qoftë se ne e lëm jashtë, ato favorizohet prishja e tyre. Mund të krijohet një lloj stresi si po them si një stres mat mbi frutat e detit. Kjo është një shenjë që nuk është e freskët. Freskia e frutave të detit ose e peshkut baraz me shkëlqim të lëkurës së tyre, të sipërfaqes së tyre. Tek peshqit syri është komponent shumë i rëndësishëm i freskisë. Duhet të jetë i qartë, transparent, nëse ka filluar kur e blejmë thua. Kur e blejmë patjetër. Jo kur e po, për fat të mirë nëpër restorante ne mund të shkojmë atje dhe ta zgjedhim peshkun. Po ka disa restorante që syri nuk duhet të jetë turbullt. Nuk duhet jetë i turbull sepse turbullimi të thotë që ka filluar prishja ose nuk është më i freskët. Dhe sigurisht aroma që aroma është nuk gënjen kurrë vërtet. Kështu që kujdes nga aromat edhe këto detaje që tha Martina, ne si popull zakonisht to të detit kryesisht i konsumojmë në restorante. Shumë të rrallë kemi si kulturë t'i marrim edhe ka njerëz që e bëjnë absolutisht. Mirë, do të shkëputim edhe një herë për pak marketing dhe rikthehemi shpejt në program. Jemi të përgjumur, të këputur, jo produktiv në punë apo në projekte të tjera tona personale. Ka një zgjidhje Martina për këtë, një zgjidhje alternative? Normalisht gjatë verës kur trupi, si të thuash, përpiqet që të largojë sa më shumë këtë nxehtësinë e tepërt nga brendësia e tij. Po, rritet kortizoli normalisht, rritet ky hormon i stresit, është një lloj stresi për trupin. Do fryhet barku. Po, do më shumë të shtrihesh, je i përgjumur gjatë ditës, është pak më vështirë për të qenë produktiv, kështu që përpiqemi të paktën ta ndihmojmë sa është e mundur me ujin, sepse uji është një formë shumë e mirë e hidratimit që deri diku e kompenson. Litri sasia e ujit që duhet pim në dimër dhe në verë? Po, domethënë ajo si thua sasia e ujit që duhet pish çdo njeri është deri diku personale në varësi të aktivitetit fizik, nëse je njeri që ushtron sport duhet të pish më shumë, por dimri nga vera po them rreth 500 ml më shumë. Nëse ti pi 1.5 në dimër, në verë duhet të paktën 2 litra. Dhe në verë çfarë ndodh është që prej vapës së madhe ndonjëherë konfuzohen edhe vetë mekanizmat e etjes së trupit. Kështu që ne rekomandojmë që ti të pish ujë praktikisht edhe kur nuk të pihet dhe jo të pish më një herë një sasi shumë të madhe ujë, po them 2-3 herë në ditë. Gjatë verës ndodh pak kjo, sikur ke qenë në një rrugë të gjatë ose diku që s'ke pirë ujë për një kohë të gjatë, pastaj merr atë shishen edhe derisa të nxjerrësh fundin. E vërtet. Kështu që është më mirë të pini shpeshherë nga pak. Nëse jeni njëri që djersin shumë, pra që ju po them ndroni bluzën ose ndjeni djersitjen e tepërt, do ju rekomandoja patjetër dhe shtesat e elektrolitëve. Domethënë, jo detyrimisht që të blihet si suplement, por të kujdesemi që uji ton ndoshta ti hedhim pak limon. Një formë shumë e mirë e shtimit të elektrolitëve në ujë është shtimi i pak fare kripe, pak fare sodë buke dhe ose limoni me kastraveca, janë këto ujrat alkalin ose ujë detox që mund ta gjejmë në treg. Kjo është një formë shumë e mirë e hidratimit dhe marrjes së elektrolitëve. Ose her pas here shtojmë frutat në ditën tonë. Nëse në dimër porcionet e frutave janë të paktën 2-3, në verë mund të jenë dhe 4-5 fruta më të vogla, në sasi po them më të vogël, por që më shpesh gjatë ditës, një kajsi, disa kumblla, po them disa qershia. Formë e hidratimit është dhe kjo. Pra ti merr elektrolit, merr këto kribrat minerale dhe nga ana tjetër përpiqesh që ujin ta shpërndash gjatë ditës. Aktiviteti fizik gjatë verës, palestra, pilates, këto forma të reja që po bën së fundmi apo qoftë edhe vrap, na ndihmojnë të jemi me imunitet më të fortë apo na lodhin edhe më shumë?
Sepse në palestër ti të ushtrosh forcë. Kjo gjë ne çfarë i bën trupit ton? E bën më rezistent gjatë verës apo? Sporti gjithmonë është shumë i mirë, si gjatë dimrit dhe gjatë verës. Ajo çfarë ne duhet të kujdesemi gjatë verës dhe besoj që shumica prej nesh e bën pavetëdijshëm është që sportin e bëjmë ose herët në mëngjes ose më vonë. Në mbrëmje pra duhet të përpiqemi që thjesht të evitojmë të shmangim pikun. Po, pikun e vapës, sepse aty duke sforcuar dhe ne më tepër trupin ton, duke rritur më shumë ritmin e zemrës, duke rritur më shumë këtë procesin e daljes së nxehtësisë nga trupi, aty mund të ndodhë ndonjë kolaps që ti ndihesh menjëherë shumë i pafuqishëm, mund të kemi rënje të fikti, kështu që thjesht evitojmë pikun e temperaturave të larta dhe stërvitemi më vonë ose më herët në mëngjes. Sporti është ndihmës shumë e madhe, ruajtja e masës muskulare patjetër thjesht, duhet të kemi kujdes hidratimin, që nëse stërviteni duhet të keni të paktën dhe 500 ml më shumë ujë gjatë ditës dhe elektrolitët janë tepër të rëndësishëm për sportistët. Janë në top aty në gjërat më të rëndësishme. Dhe nëse jeni sportist i rregullt, pra po them thjesht që bën palestër ose bën këto sporte të tjera, në verë është shumë e rëndësishme marrë edhe disa suplementeve, për shembull kreatina apo BCA janë këto suplementet që sidomos tani në verë kur edhe uria bie pak. Për të kujdesur që masa jonë muskulare mos t'i bëj dëm trupit gjatë kohës së rikuperimit, përpiqemi që të kemi një ushqyerje pak më të balancuar dhe disa shtesa suplementesh, pse jo. E vërtet. Mirë, kujdesuni shumë për veten gjatë kësaj vere, edhe mundohuni të konsumoni gjëra sa më të vërteta, të heqin dorë nga këto kanaçet, gjërat kështu që mendojnë se i bëjnë shumë mirë. Edhe shumë njerëz matina njoh që gjatë verës kanë shumë probleme me kafen. Nëse ne ndjejmë që kafja nuk na bën mirë, ta heqim paktën për gjatë verës ose të gjejmë gjëra alternative, se nëse ajo se njoh shumë njerëz që edhe pse është mëngjes, një kafe i rrit rajet e zemrës për shkak të temperaturës, nuk ja përballon trupi. Shoqëruar dhe me cigare pastaj. Është vërtet ashtu, domethënë në verë mund të bëjmë këtë kalimin në këto kafet e ftohta, por kujdes të paktën mos jenë të ambalazhuara sepse ato kanë shumë sheqer dhe sheqernat automatikisht në verë mund të na dehidratojnë më shumë. Kafja është shumë e mirë, patjetër ka ato komponentet e vet që kanë dhe benefite shëndetësore, por kur është e nxehtë, po prap ajo mund të ndikojë negativisht në trupin ton. Mund të na dehidratojë më shumë. Prandaj në verë themi që duhet kemi pak kujdes me kafeinën, që mos jetë po aq e lartë sa në dimër, duhet kemi kujdes po prap me pijet alkolike, me sheqerin e tepër, sepse këto na dehidratojnë, pra si thua nxisin daljen e ujit nga trupi kur është periudha që ne duhet ta mbajmë sa më shumë brenda trupit ton. Kështu që në lidhje me kafen, unë thjesht do ju sugjeroja që ndoshta kafes ta merrni në një formë të ftohtë. Është problemi i temperaturës më shumë se sa në vetvete i komponentit ushqimor. Por edhe kafeinën, po, mund ta ulim pak si sasi. Qofse në dimër pim 3-4 kafe, 1-2 gjatë verës do ishte më optimale. Këto është edhe në varësi se si të reagon trupi ose njerëzit janë të ndryshëm. Dhe mbi të gjitha mos harroni që të bëni pushime këtë verë. Faleminderit shumë që ishe në program. Dhe uroj të kemi dhënë këshilla të duhura dëgjuesve, por edhe atyre që do na ndjekin më pas në platformat sociale. Të uroj një ditë të mbarë në vijim. Ne kemi arritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Ritakimi Joni Radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, bëfshit qef.